Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Bima që po falimenton farmaci, 3 problemet që trajton Hithra. Hithra gjithmonë ka pasur reputacion të keq për sa i përket djegjeve dhe dhimbjeve që ajo shkakton kur e prek. Por kjo bimë magjike na ndihmon edhe në lehtësimin e disa problematikave. Hithra është e përdorur në trajtimin e dhimbjeve të muskujve, të nyjeve, ekzemave, artritit dhe anemis. Sipas Healthline do ju sjellim një listë të përfitimeve që sjell kjo bimë magjike në shëndetin tuaj. Ajo ndihmon në trajtimin e problemeve të prostatës. Djegje nga Hithra ndihmon në lehtësimin e simptomave të prostatës si urinimi i dhimbshëm, mungesa e urinimit e të tjera. Ekstrakti i rrënjës së Hithrës është vërtetuar shkencërisht se ndalon edhe përhapjen e problemeve në prostat. Ajo ndihmon në lehtësimin e artritit dhe osteoartritit. Përdorimi i Hithrës është antiinflamator dhe për këtë rast ulë dhimbjet e artritit. Ajo redukton edhe ethet. Hithra përmban histaminat të cilat ndihmojnë në trajtimin dhe parandalimin e simptomave të etheve. Ndalon gjakderdhjen dhe hemorragjin. Sipas disa studimeve të kryera është zbuluar se Hithra ndihmon në ndalimin e gjakderdhjeve gjatë hemorragjive. Hithra përmban disa substanca të cilat ndihmojnë në lëkurën të rigjenerohet dhe meqense është antiinflamator, ndihmon duke i bërë një trajtim natyral ekzemës. Ajo mund të konsumohet në formën e çajit dhe kështu do të merrni edhe përfitimet unike që ajo ka në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Në mjekësinë popullore, Hithra njihet si mbretëresha e bimëve mjekësore. Kjo për shkak të efekteve të saj pozitive në shërimin e disa sëmundjeve. Agjerimi dhe përdorimi i saj mund të sjellin shumë përfitime. Këshillohet që gjatë kësaj kohe të konsumohet sa më shpesh bima e Hithrës në formën e sallatës ose gatuar me supë ose me byrek. Gjithashtu mund të pihen 3 gota çaj në ditë nga kjo bimë e veçantë për të marrë gjithashtu edhe përfitimet e saj unike në dobi të shëndetit tuaj. Hithra të përvelon që në prekjen e parë, po pavarësisht drithërimës, është e pamundur që të heqësh dorë prej saj. Në vendin tonë përdorim më të shpeshtë e gjejmë në mbushjet e gatimeve të byrekut, por edhe e zjerë në sallata. Hithra është e përdorur preshekuish edhe për të lehtësuar simptomat e alergjive, veçanërisht ato të shkaktuar nga poleni dhe pluhuri. Hithra është aq e mirë sa që praktikisht mund të çojë në falimentimin e farmacive. Ajo që duhet të dimë është se në luftën kundër alergjive të gjitha ilaçet shoqërohen me efekte të shumta anësore, ndërsa Hithra jo vetëm që nuk ka efekte anësore, por t'i jep edhe përfitime të tjera shëndetësore. Hithra është një bimë premtuese në trajtimin e sëmundjeve të Alzheimerit si artriti, astma, bronkiti, gurët në veshka dhe skleroza. Për më tepër Hithra përdoret për të luftuar zbokthjen dhe përheqjen e yndyrnave të tepërta nga flokët. Sot në Gjermani, Hithra shitet si një bimë medicinale për sëmundjet e prostatës. Ajo përdoret gjithashtu në përgatitjen e ilaçeve kundër inflamacionit. Në Shtetet e Bashkuara, gjethet e Hithrës përdoren shumë kundër sëmundjeve reumatizmale, artritit, tensionit të lartë të gjakut dhe alergjive. Rrënjët e Hithrave përdoren si recetë natyrale për rrënjen e flokut, ciklet femërore, hemoroide dhe ekzemat. Nëse e vendosni Hithrën në gishta ose në zona të tjera të prekura nga artriti, dhimbja mund të qetësohet deri në 85%. Siç mund ta keni kuptuar, përfitimet që vijnë nga Hithra janë shumë të mëdha, sa vështirë të renditen të gjitha njëra pas tjetrës. Sipas Health.com do të rendisim disa nga vlerat kryesore të Hithrës që këshillohet t'i ndani gjithashtu me miqtë të tuaj. Hithra do të stimulojë sistemin limfatik dhe do të fuqizojë sistemin imunitar. Hithra çliron nga simptomat e artritit. Hithra lufton alergjin, ndihmon me diabetin, i jep forcë fetusin te nëna shtatzana dhe ndihmon në prodhimin e qumshtit te gratë leona. Çliron nga simptomat menstruale dhe ndihmon në fryrje dhe dhimbjet e barkut si pasojë e menstruacioneve. Shkatron gurët në veshka dhe ndihmon me shkarkimin e ujrave të tepërt. Ul tensionin e lartë të gjakut. Ndihmon në sëmundjet respiratore. Ndalon gjakderdhjen, zvogëlon inflamacionin, redukton problemet e prostatës, minimizon të vjellat, lehtëson të ftohtin, lehtëson nga diarrea, ndihmon në sëmundjet gastrointestinale dhe konstipacion, duke u përdorur si larës për gojen, mbron dhëmbën nga probleme të shumta. Ndihmon në trajtimin e sëmundjeve të Alzheimerit dhe sëmundje të tjera nervore.
shkatron krimbat e zorëve dhe parazitët, mbron shëndetin e tiroides, shpretkës dhe pankreasit. Mjafton të zjeni hithra në ujë të vluar dhe lëngun ta konsumoni çdo ditë. Megjithatë, përpara se të bëni këtë, duhet të konsultoheni me mjekun, sepse hithra mund të ndikojë te një sër medikamentesh. Është të provuar se nëse jeni duke marrë ilaçe për diabetin dhe pini lëngun e hithërës, atëherë niveli i rrahjeve në zemër, tensioni i gjakut dhe sheqerna do të ulen ndjeshëm. Shumica prej nesh mund ta përdorin hithrën në forma të ndryshme, por një nga mënyrat për të përfituar më shumë është edhe ajo në formën e lëngut. Kështu do të merrni edhe dy fishin e elementëve ushqyes që ajo ka në organizmin tuaj. Çaji i përgatitur nga hithra mund të jetë gjithashtu një mundësi e shkëlqyer për të rritur përfitimet dhe për të parandaluar kështu komplikacionet e tyre shëndetësore. Ekspertët këshillojnë përdorimin e tij në mënyrë të moderuar për të marrë përfitimet më të mira shëndetësore për organizmin. Hithra është një bimë e egër që përdoret rregullisht në vendin tonë. Lëngu i hithrës ndoshta nuk futet në listën e zgjedhjeve të preferuar të çajrave për shumë konsumatorë. Megjithatë, ky lëng është i shijshëm dhe plot me vlera, sepse arrin të ulë dhimbje, të qetësojë alergjinë, të përmirësojë imunitetin, të mbrojë zemrën. Ashtu si përmirëson tretjen, largon inflamacionin dhe shëron problemet me lëkurën. Hithra është një bimë e egër që përdoret rregullisht në vendin tonë. Hithra gjendet kudo në vendin tonë, ndërsa emri i saj shkencor është Urtica dioica. Për mijëra vitesh me radhë, hithra është të përdorur gjërësisht jo vetëm si burim ushqimor për fibrat, por edhe në mjekësinë bimore. Nëse hithra përdoret si një burim ushqimor, duhet të dini se ajo është e pasur me proteina, njësoj si spinaçi. Hithra mund të thahet dhe të përdoret për çaj. Lulet e bimës së hithrës përdoren kryesisht në përgatitjen e këtij çaji. Çaji i hithrës është i fortë dhe ka efekte të menjëhershme në organizëm, për shkak të flavonoideve, karotenoideve, vitaminave dhe mineraleve. Hithra është veçanërisht e pasur me kalcium, magnez, madje më shumë se barishtet dhe zarzavatet e tjera. Këto ushqyes merren direkt nëpërmjet çajit të hithrës, që është më i kërkuari në mbar botën. Disa prej vlerave befasuese të hithrës do t'i rendisim në këtë video sipas Healthline. Përfiton edhe shëndeti i veshkave. Vlerat më premtuese të lëngut të hithrës kanë të bëjnë me veshkat. Ky lëng ka efekte diuretike dhe ndihmon në stimulimin e urinimit të shpeshtë dhe të shëndetshëm. Lëngu i hithrës përmirëson edhe shëndetin e prostatës dhe parandalon zhvillimin e gurëve në veshka. Sistemi juaj imunitar do të përmirësohet. Flavonoidet dhe karotenoidet që gjenden te çaji i hithrës së bashku me sasinë e lartë të vitaminës C japin kësaj pajisje efikasitet të plotë lidhur me fuqizimin e sistemit imunitar. Shëndeti i zemrës do të përmirësohet. Shkencëtarët kanë zbuluar një lidhje të drejtpërdrejtë mes konsumit të rregullt të hithrës dhe uljes së tensionit të gjakut. Përbërësit antiinflamator, si dhe kaliumi, ndihmojnë në uljen e presionit të arterieve dhe të enëve të gjakut. Në këtë mënyrë ato përmirësojnë qarkullimin e tij dhe fluksin e oksigjenit në çdo pjesë të organizmit. Një gjë e tillë ul shanset për atak në zemër, ishemi ose komplikacione të tjera kardiovaskulare. Tretja do të përmirësohet. Antioksidantët dhe vetit kundër inflamacionit të lëngut të hithrës e bëjnë fantastik kundër problemeve me tretjen. Lëngu i hithrës ndihmon në rimëkëmbjen e shëndetit të gjithë aparatit tretës dhe promovon rritjen e bakterieve të dobishme. Përfiton gjithashtu edhe shëndeti i lëkurës. Lëngu i hithrës ka veti qetësuese, ndihmon në lehtësimin e simptomave të anktheve, ekzemës, irritimit dhe njollave të tjera të lëkurës. Ju mund të pini këtë lëng për të përfituar këto efekte, ose mund të përdorni lëngun për të lyer zonën e prekur të lëkurës për të përfituar në maksimum vlerat e saj. Hithra është një bimë shumë e mirë edhe kundër problemeve të osteoporozës. Lëngu i hithrës përmban shumë minerale të shëndetshme përfshirë kaliumin, magnezin dhe hekurin. Kjo e bën atë lëng të jashtëzakonshëm për njerëzit që vuajnë nga anemia. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose dhe ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.